Kryetarja dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova ndonë se gjatë qëndrimit në Kosovë paralajmëroi konferencën për media, një gjë e tillë i dështoi për shkak të protestës së veteranëve të UÇK-s. Megjithatë, Trëndafilova nuk i ndali takimet. Ajo shkoi në zyrën e avokatit të popullit, të cilit i kishte bërë kërkesë më parë për takim. E për atë që u fol në takim, avokati Naim Qelaj tha se i ka rënditur kryetares ankesat që kanë evidentuar për procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë, ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Një nga shqetësime që Qelaj i ka thënë Trëndafilovës ka qenë vazhdimi paraburgimi ndaj të paraburgosurve në Hagë, për çka ka marrë përgjigje. Unë e kam prit këtë përgjigje, nga se kryetaria e gjykatës nuk përzihet në vendimarrjen e gjykatës, është konsiderohet ndërhyrje nëse kryetaria e gjykatës ose në çdo rast një kryetar ose kryetare e gjykatës i përzihet gjykatës dhe këtë rast gjyqtarit apo trupit gjykues ose kolegjit gjyqësor në vendimarrje. Dhe kjo ka qenë përgjigja, pra që nuk përzihem dhe nuk është çështje e gjyqtarëve e trupit gjykues se si gjykan dhe si vepron këtë rast. Qelaj tha se është ankuar për provat që janë përdorur në këtë gjykim, disa prej të cilave janë marrë nga shteti serb, për cilin tha se dihet çësja që ka ndaj Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Avokati i popullit tha se Trëndafilova ka mohuar kritikat për gjykim të padrejtë me arsyetimin që ky institucion nuk ka kompetencë të përzihet në këtë çështje. E për vizitën në Kosovë, dhomat e specializuara sot njoftuan për takimet që kryetaria zhvilloi gjatë qëndrimit 3 ditor. Ajo që ka vlerësova më shumë nga vizita në Kosovë ishte takimi me studentët e universitetit, të cilët dua t'i falenderoj për interesin dhe pyetjet e tyre. Studentët treguan njohuri të shkëlqyera të parimeve juridike. Gjëja më prekëse ishte ekspozita e fondit për të drejtën humanitare që dokumenton zërat dhe përvojat e viktimave dhe të mbijetuesve nga lufta në Kosovë. Ndërkohë, për anulimin e konferencës së Trëndafilovës ka reaguar ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rode. Sipas tij, anulimi i konferencës përshtyp pas presionit nga veteranët e UÇK-s, ngresh shqetësime të mëdha dhe autoritetet duhet të sigurojnë që gjykata të mund të kryejë punën e saj pa pengesa. Rode si ka reaguar deputeti i PD-s Artan Behrami, i cili ka kërkuar që të gjejë ambasadori gjerman vetëm një rast në Gjermani që ndonjë i akuzuar është mbajtur pothuajse 5 vjet në paraburgim.